Allahu i madhëruar te bareke ve taala e ka cilësuar pejgamberin alayhi salatu wassalam si shembullin më të mirë në aspektin e moralit, në të gjitha aspektet, po veçanërisht në aspektin e moralit. Njeriu në jetën e tij ka nevojë të merr ndonjë shembull apo yrnek nga dikush i cili ka punu, ka vepru. Ka njerëz të cilët marrin nga aktorët të ndryshëm, nga sportistët të ndryshëm. Mirë po, Allahu i madhëruar te bareke ve taala në librin e Zotit xhaleshanhu neve na ka treguar dhe na ka thënë se kush është shembulli më i mirë në aspektin e moralit për ta marrë. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju thot e keni shembullin më të mirë në moral për ta marrë shembull pejgamberin alayhi salatu wassalam, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithashtu në ajet tjetër kuranor ka thënë wa innaka la khuluqin azim, ti je shembulli më i mirë i moralit. Prandaj ne si besimtar kënd duhet ta pasojmë? A duhet ta pasojmë gjithmonë atë e cila është më e mirë? Natyrisht, gjithmonë njeriu ka nevojë për atë e cila është më e mira. Kush qen ka më i mirë në shembull, në moral, në etik? Pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj pikërisht në muajin e bekuar të Ramazanit i kisha këshilluar edhe muslimanët që të lexojmë nga jeta dhe biografia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse nga kjo jetë dhe kjo biografi, nga ky njeri i cili është shembulli më i mirë në etik dhe në moral, ne të marrim shembull në jetën tona, në praktikën tonë dhe në jetën përgjithësi të cilën e punojmë dhe e veprojmë.